tek dashnorja ose dashnori, atëherë do me thonë që ajo është kulmi i gabimit të papërmirësueshëm përjetësisht, edhe të pafalur përjetësisht. Albana? Unë mendoj që ata që tradhtojnë ata s'kan emocione hiç, ata nuk ndjejnë as për grua, as për dashnora, as për kur kanë hiç, veç që kanë thjesht, do me thonë, veç do me thonë qaq kanë, se qaq ka kapacitet ai që tradhton. Se ai që stradhton ai as nuk bjen dashuri, as emocionalisht, as fizikisht, as kurqysh hiç. Do me thonë problemi është që këta që tradhtojnë, këta absolut, se ai nuk rrin me një, ai rrin me 5-6, me 7, sa është i smut. Po, smundje. më herët the që ndodh. Mundet me ndodh. Edhe ajo është më shumë fizike se sa emocionale. Po. Pra, a falet më shumë kjo fizikja se sa jo emocionale, apo kurse se asnjëra? Une, këto, as fizike, as emocionale heq, se ajo në momentin që të bëhet fizike, kalon emocionale, kalon diçka tjetër. Kalon diçka tjetër, më thonë, të aty s'ka me jetë kur gjo heq. Por prap, une këtu jëm ka du me përfaqësu grunë shqiptare. Se në Kosovë i duhet me duru tradhtin emocionale, tradhtin ekonomike, tradhtin psiqike. Të gjitha tradhtit e mundshme gruja në Kosovë duhet mi toleru. Po si kur del shteti edhe ti ndihmon, një gruz, ti thot, një gruz e po grave, qëtu grave që janë, dhe më thonë, dhunuara psiqikisht, fizikisht, seksualisht, dhe më thonë, gjithë shka, mja u gjithë një pun, me pagu qatë banes, dhe më thonë, mi rritë familjen, me pas një mirëqenje të mirë, tregojën e ty, arrin dikush me dikon bashkë që Nuk ka nevojë shteti, se qëtu në Kosovë, qëtu në Kosovë, gjdoj dyti tradhton, ato veç mës mjë dhonë shansa heq, po në rrinë tavolina mëre me mashkuj, me kolege, rri me pa që shi hapin sytë, për shemull